Përshëndetje teleshikues të televizionit DTV. Do fillojmë, unë jam Lutfi Bilali, njës I gjeopolitikës. Nuk po flas për veten e parë, por do startojmë në një cikël të ri në kanalin DTV me gjeopolitikën. Do thotë gjeopolitikë me Lutfi Bilalin. Ky cikël për shkak të dinamikës së ngjarjeve do startojmë me automatizëm rreth planit Amerikan për Ukrajinën, por në emisionet e radhës kryesisht do flasim për gjeopolitikën në Ballkan, në Evropë dhe në vatra tjera të krizës në botë. Ky emision ka një rëndësi të veçantë dhe mendoj që do kemi emisione në ciklet e ardhshme që ka të bëjë edhe me gjeopolitikën e Kosovës, Shqipërisë, pastaj thash të regionit në përgjithësi, të Ballkanit Perëndimor, por e rëndësishme është në fillim të cekë disa elemente pse është e rëndësishme gjeopolitika. Do thotë që nga mund të them Rudolf Kjellini, një suedez I cili në fillim shekullin e 20, ato një vit para se me përfundu shekullin e 19, do thotë ka futur terminologjinë e tillë, gjeopolitikën, punimet të cilat kanë qenë shumë të rëndësishme, mund të them për të ardhmen e njerëzimit që realisht ka të bëjë me komplet gjeografin e një vendi, resurset e një vendi, popullsinë e një vendi dhe të gjitha komponentët që kanë të bëjnë me tokën, mund të them dhe hapësiren apo vendin me kushtrijet ai region, ai shtet apo mund të them në përgjithësi regioni dhe koncepti asaj që ka të bëjë me tërë politiken, fuqin dhe balancat, por edhe raportet në hapësiren ku jeton ajo popullat, ai shtet apo ai vend. Dhe kjo ka rëndësi shumë të madhe dhe mendoj që është për rëndësi që gjeopolitika të studiohet dhe të shifet dhe të interpretohet në mënyrën më të mirë të mundshme sepse është me interes. Kjo ka të bëjë për të gjithë neve, sepse nga raportet e gjeopolitikës në botë realisht pastaj ka impakte edhe për vendet tjera, kryesisht flas edhe për vendin tonë, këtë rast edhe për Kosovën edhe për Shqipërinë, por edhe për shqiptarët në përgjithësi. Për shkak të dinamikës ngjarjeve pa hyrë në nivelin e anës akademike të definimit se çka nënkupton dhe si ka impakte gjeopolitika që nga lindja e saj, që tha me Rudolf Kjellinin, një suedezin, një shkencëtar të shkencave juridike, por që ka bërë studime dhe ka shkruar punimet të ndryshme që ka të bëjnë me temën. Gjeopolitika është disiplinë shkencore që ka të bëjnë në fushën dhe studiohet si disiplinë në kuadër të marrëdhënieve ndërkombëtare, të historisë, por edhe të politikës dhe mendoj që është e rëndësishme që njohuri të tilla ti prezantojnë para opinionit. Për shkak të ngjarjeve të cilat kanë një dinamikë jashtëzakonisht interesante dhe mendoj që realisht kemi hyrë në ciklin e një raporti I cili ka të bëjë me zhvillime jashtëzakonisht interesante, sidomos sa I përket problemeve dhe luftës në Ukrainë. Tërë këtë dinamikë e ka bërë që të jetë aktuale për opinionin mbar botëror, është plani 28 pikësh I palës amerikane për arritjen e një alpushimi dhe paqe në Ukrainë. Para se të hyj në një analizë më të thellë të kësaj çështje dhe këtyre pikave, mendoj që është më rëndësi të flitet pak a shumë shkurt për historikun e Ukrainës. Do thotë është e rëndësishme një historik I tillë I cili të paraqitet para opinionit në pika të shkurta kryesisht. Ka të bëjë, do thotë raporti mes anës historike dhe realitetit të sotshëm ka, mund të them, është një jazë I gjerë dhe mendoj që në këtë aspekt janë disa çështje kyçe kruciale që kanë të bëjnë me anën historike. Do thotë Kijevi apo mbretëria e Kijevit rus të quajtur asisoj historikisht apo si qytet lind mes shekullit 5 dhe 6. Do thotë formimi I këtij qyteti dhe nga 3 vëllezër dhe një motër. Dhe Kijev do thotë njëri nga vëllezërit e tyre ka formuar kanë filluar dhe startuar të formimin e këtij qyteti jashtëzakonisht të lashtë, do thotë dikon 500 vite pas erës së re. Dhe mendoj që në tërë këtë konceptin sa I përket me vonë nominimit të emrit Kijevit rus, në historiografinë ruse dhe ukrainase ka dallime dhe konfliktet ndryshme rreth asaj anës historike, se ku është gjeneza dhe kujt takon
Jo vetëm vendi, por edhe kjo mbretëri nga kush është përfaqësuar. E kam fjalën zërë për Kijevin. Dhe mendoj që e gjitha kjo ka pruar që në anën historike nuk ka ndërës historiografia ruse. Nga se ky koncept ka të bëj me anën asaj që një lumëros është afër Kijevit, dhe mendoj që historikisht ana e tillë e cila tenton të përfitoj nga epiteti Ros, do thotë është anë që në aspektin historiografik është jashtë çdo logjike. Nga se me formimin pastaj të mbretërisë e cila realisht Kijevit ka qenë dikon 300-400 vite që ka pas historikun e vetë, dhe jashtëzakonisht nga vitet 900 deri në vitet do thotë 1200 me ardhin dhe pastaj pushtimin e hordhive mongole ose hordhive të arta qinive në histori. Dhe do thotë është një periudhë e cila ka të bëj me një civilizim jashtëzakonisht të lashtë, është porta e Evropës dhe ka rëndësi shumë të madhe, më të them, për geopolitikën dhe komplet për historikun dhe anën geostrategjike të vetë Evropës. Mendoj që në këtë drejtim duke ikur anës historike të nalëm të aktualiteti, e gjitha kjo ka bërë që janë disa momente jashtëzakonisht të rëndësishme që do thotë kanë të bëjnë me Ukrainën. Ukraina dikun në vitin në fund të vitit 980 atu afër ka arritur që përmes Volodimirit që ukrainasit e paraqesin në këtë formë, ndërsa rusët të Vladimirit, i cili ka arritur që krishterizmin, apo më të them porta parë ortodoksisë ka arritur që përmes martesës që ka bërë Volodimiri me motrën e mbretit bizantin, ka arritur që krishterimi ortodoks të depërtoj në Ukrainë. Do thotë dikun në vitet 980 do thotë kemi ardhin apo marrjen e fesë ortodokse, e cila përfshin pastaj komplet korpusin e slave. Dhe në aspektin mendoj të slave lindor, sepse duhet të tham një komponent, slavët ndahen në dy kategori religjioze, të cilat janë katolik dhe ortodoks. Dhe kjo formë e tillë ndarjes ka bëj me një kulturë dhe një civilizim që pastaj ndeshen nga aspekti jo i prejardhjes së tyre, por nga aspekti pastaj edhe religios dhe civilizues. Dhe mendoj i civilizimit. Dhe mendoj që tëra kjo ka treguar dhe ka pasur hendeket e veta. Do thotë slavët që përbëjnë korpusin, si që janë polakët, çekët, slovakët, kroatët dhe slovenët, janë janë slav katolik, ndërsa pjesa tjerë e rusëve, shumica e ukrainasve, pastaj bulgarëve, serbëve, maqedonëve dhe malazezëve hynë në korpusin e ortodoksisë. Dhe kjo do thotë pastaj ka shkaktuar edhe të lashat e veta gjatë historisë, me të cilat janë përgjithësisht sidomos në Ukrainë. Ukraina, pjesa perëndimore, i takon një civilizimi që e kërkon një rritit, siç është marrëveshja e Brestit. Bresti është një qytet i cili sot ditet në Bielorusi dhe kanë pasur do thotë kontaktin e parë dhe pranimin e papatit në vitin 1596, kur do thotë është bërë ai marrëveshja Unioni Brestit, që quhet ndyshe në histori, ku do thotë të pranojnë papatin si epror të apo kisha katolike u greke e pjesës kryesisht perëndimore të Ukrainës, ndërsa pjesa tjetër lindore ka mbetur do thotë në patriarkanën që kanë tentuar patriarkana e Moskës të ketë dominimin komplet. Dhe kjo tregon shumë, sepse riti ortodoks ka mbetur në pjesën perëndimore, është lejuar, mirë po epror në aspektin religjios të kësaj pjese atë pranohet papati. Dhe një koncili tillë u bë edhe në prezencën e papatit, që një do thotë Unioni ose marrëveshja e Brestit. E tëra kjo janë dy ngjarje historike që e përfshin Ukrainën. Do thotë është viti 1654, marrëveshja Perislavit, do thotë një aleancë kozakëve të Zaporozhit, e cila arrit përmes me mbretërinë moskovite të asaj kohe për të që një aleancë kundër mbretërisë apo shtetit të quajtur në atë kohë, edhe pse s'ka qenë definicion ende i konceptit shtet. Mirë po një principat dhe mbretëri e tillë polake-lituaneze që kanë arritur të krijojnë një aleancë për të mundur dhe për të luftuar kundër kësaj mbretërie polake-lituaneze. Do thotë është një histori interesante e cila ka të bëjë dhe kjo në 1654, pastaj në vitin 1954 kemi kthimin për hir të kësaj marrëveshje, Hrushqovi arrin në 300 vjetorin e kësaj marrëveshje që Kremlin t'ia kthej Ukrainës, Republikës Socialiste Sovjetike në atë kohë. Dhe tëra kjo ngjarje e historisë, mos flasim pastaj për periudhën e formimit të shtetit ukrainas, që hyn me periudhën pas revolucionit të torit, dhe ukrainizimin që ka bërë Stalini dhe pastaj deportimin e shumë ukrainasve në
në pjesë të Kubana që quhet pjesa që është Çerkezia, një region brenda Federatës Ruse, dhe të deportimi i tillë dhe aspekti dehuman që është bërë popullatës ukrainase. Do thotë kem pas një divergjencë dhe dallime, por edhe konflikte në aspektin rreth asaj kulturës ukrainase dhe asaj ruse. Edhe pse mund të them një alfabet është deri diku i përbashkët, i njëjtë, edhe i shkrimit cirilik, mirë po aspekti i civilizuar dhe i religionit ka bërë të vetën që pjesa e Ukrainës perëndimore, kryesisht pjesa e Lvivit, Lambergut që është quajtur në gjuhën gjermane, me ardhim do thotë të perandorisë austro-hungareze ose të Habsburgëve, dhe kjo pjesë do thotë Ivano-Frankovski dhe pjesa Zhitomori dhe pjesë tjera ose Galicia që është quhet polakët që kanë quajtur këtë pjesë, kanë arritur që të kenë ndikimin e vetë dhe kundërshtinë dhe të thotë temeli dhe mund të them gjeneza e konfliktit fillon në këtë ndarje të pjesës ose anën e majtë dhe të jashtë lumit Dnjepër. Për të ikur aspektit historik, dëshiroj që të dalim pak a shumë të ajo që nga vitin 1991, do thot me shpërbërjen e Bashkimit Sovjetik, Ukraina në vitin 1991 në gusht arrit ta shpall pavarësinë e vet dhe të kemi një proces i cili jashtëzakonisht ka qenë kompleks dhe sidomos ka të bëjë me marrëveshjen ose me memorandumin e Budapestit. Dhe kjo është pika me të cilën ndoshta ka arritur në situatën që pastaj Ukraina mund të them largohen të gjitha kokat bërthamore apo armët bërthamore nga Ukraina dhe bartën në Federatën Ruse. Dhe kjo marrëveshje e Budapestit, memorandumi i Budapestit të vitit në dhjetorit 1994 ka qenë, mund të them, pika kyçe, sepse po qëse do kishte arsenal bërthamor Ukraina, ajo ndarja do thotë marrëveshja që po që në këtë marrëveshje kanë hyrë pastaj komplet edhe Kazakstani dhe Bielorusia. Do thotë ka qenë ky nënshkrim që është arritur në Budapest në dhjetor të vitit 1994, ku do thotë garantues dhe pjesëmarrës në këtë memorandum, nënshkrues kanë qenë edhe ish-presidenti Clinton, pastaj Tony Major, kryeministri britanik, dhe kuptohet Jeltsini dhe presidenti i Ukrainës Leonid Kuchma, i cili, Leonid Kavchuk, i cili pastaj 95 vjen në fiton zgjedhjet Leonid Kuchma, i cili njihet Leonid Kavchuk njihet që ka qenë shumë antirus dhe me siguri edhe ka pasur drejt. Dhe në këtë pikë mendoj që është pika një ndër pikat kyçe që sot nuk do kishim luftë, po që se do kishte potencial bërthamor Ukraina. Dhe vim pastaj në proceset e tilla të cilat kanë ndodhur me revolucionin e Portokall të vitit 2004, ku do thotë Janukovic ka fituar në mënyrë jo legjitime dhe ka qenë ato protesta që i njohim të gjithë, dhe ajo që ka ndodhur pastaj Yushchenko vjen në krye të shtetit. Pastaj kemi një marrëveshje e cila ka qenë një kompromis që Janukovic të jetë kryeministër, dhe tëra kjo vjen deri në vitin 2014, kur kemi pastaj ato protestat në Majdan. Dhe kjo tëra ka bëjë që pastaj rusët arrin që të kryejnë një akt pa precedent dhe të bëjnë invazion në Ukrainë me marrjen e Krimes në vitin 2014 dhe pastaj krijimi i aty entiteteve separatiste në Luhansk dhe Donetsk. Dhe kjo tëra ka bërë që pastaj të kemi një bund të tillë ku vinë më herët edhe marrëveshjet që kanë të bëjnë me Minskin 1, 2014 dhe Minskin 2, të cilat fatkeqësisht nuk janë realizuar për shkak, mund të them, të asoj politikës dhe mund të them një lloj pengese që është bërë, apo mund të them një lloj sabotazhi edhe nga ana e atyne të ashtuqurtara dy republika të Luhanskit dhe Donetskit, mirë po me insistimin kuptohet të Moskës. Dhe kjo e tëra është një temë në vete, Minski 1 dhe Minski 2, por ka sjellë pastaj një situatë kur kemi ardhur deri te viti 24 shkurti viti 2022, kur është bërë invazioni rus në shtetin e Ukrainës, ku trupat ruse hynë dhe bëjnë depërtime në pjesën lindore, por edhe në rrethet e Kijevit, ka qenë ajo pjesa ku do të nga Bielorusia ka depërtuar trupat ruse. Për të ikur një letër njoftimi të tillë, të them, të gjitha këtyre ngjarjeve, dëshiroj të dalë në aspektin asaj që kemi realitetin e sotshëm. Realiteti i tillë tregon që situata në Ukrainë
ka qenë pikë referencë, sidomos evropianëve. Mos harrojmë, Ukraina është porta e Evropës, edhe mund të them hambari i Evropës në aspektin e agrikulturës dhe industrisë së ushqimit, sepse është njëri ndër vendet që ka prodhimin më të madh, mund të them në Evropë, dominon me prodhimet bujqësore, sidomos të grurit, pastaj misrit, pastaj edhe kultivimin e produkteve të tjera, të cilat janë, mund të them, një bazë jashtëzakonisht e rëndësishme për importet e gjitha këtyre drithave, jo vetëm për Evropën, por edhe për pjesë të tjera të botës. Dhe në këtë drejtim mendoj që kemi parë gjithë atë situatë dhe luftime në Ukrainë, të cilat kanë pasur, mund të them, humbje të mëdha në njerëz, në kapacitetet ushtarake të dyja palëve. Mirë po, situata ka qenë jashtëzakonisht e rëndë, sidomos për ukrainasit, të cilët lëvizja brendshme tyre. Ukraina ka 605.000 km², do thotë 600.005 km², dhe dikon përmbi 35-6 milion banor. Mirë po, ka pas lëvizje të brendshme të popullatës për shkak të luftës, por edhe lëvizje dhe migrim jashtë Ukrainës. Dhe është një cifër milionëshe, e cila është dashur të përballohet pastaj nga vendet e Evropës Perëndimore apo Unionit Evropian që të pranojnë refugjat nga Ukraina. Mirë po, vijat e frontit kanë qenë jashtëzakonisht të vështira për të mbajtur nga ukrainasit, nga se një politikë dhe një strategji e tillë në luftimet me një superfuqi, mund të them drejtën, ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për momentet fillestare, por edhe ato të mëvonshme. Gjithë procesi, do thotë, në shkurt të vitit 2026, hymë në vitin e 4 të luftimeve, do thotë kemi hyrë dhe jem në përfundimin e vitit të 4, ka qenë, mund të thamë, periudha jashtëzakonisht e rënda ku arsenali dhe kapacitetet ruse kanë goditur nga sistemet aviacionit, sistemet raketore, pastaj tër arsenali atyre që njihet pastaj me oreshnikun, kalibrin, atë raketën Iskander, dhe pastaj kemi një situatë e cila me të vërtetë ka treguar që në vijat e frontit rusët kanë arritur që në pjesën lindore të Ukrainës, ku mendojnë që është pjesa e banorëve rusë dhe rusofolës, të arrinë që të krijojnë një vit të frontit e cila me planin e tashëm realisht mund të jetë në një farë mënyre jashtëzakonisht shenjë e mirë për unitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Mos harrojmë, Ukraina është njëra ndër themeluesit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që në historinë e vetë si shtet Ukraina edhe për ish-bashkimin sovjetik ka qenë, mund të them, ajo pjesa e cila ka dhënë një kontribut në elitën politike të asoj kohe. Do thotë kemë në aspektin, mund të them, kadrovik të Ukrainës, e cila ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të rëndësishëm për atë kohë, edhe pse mund të them që divergjencat kryesisht kanë qenë të një natyre që ukrainasit kanë kërkuar çdo herë të kenë independencën e tyre. Dhe kjo ka bërë që të kemi situatat e tilla, tentativa për të arritur një anpushim, në anën e evropianëve ka qenë një situatë ku kanë kërkuar me këmbgulje që të mbrohet sovraniteti i Ukrainës përmes financimit të qoftë të aspektit të ndihmave humanitare, pastaj atyre për të mbajtur shtetin administratën e Ukrainës dhe që është më e rëndësishme për të mbarojtur vijat e frontit me furnizimin me armatim. E tëra kjo vjen në një situatë kur kemi, kuptohet në vitin 2022, kemi pas 3 muaj të fillimit të luftës, kemi takimet në Stamboll, do thotë në patronatin e presidentit Erdogan, ku dy delegacionet nuk arrin të gjejnë një rrugë të marrëveshjes për të arritur një anpushim dhe një marrëveshje paqe. Pastaj kem situatat kur në Alaska kem takimin e kësaj vere mes presidentit amerikan dhe presidentit rus, ku më duket që bazat e tilla të kësaj marrëveshje kanë burojnë nga këtu. Dhe më thënë që këto pika një burim të tillë edhe kanë nga marrëveshja e Alaskës. Por ajo çka është
interesante është me planin i cili dual në dritë këto ditë dhe që është në bisedime për të arritur që të finalizohet. Amerikanët dhe sidomos i deleguar i presidentit amerikan, Steve Witkoff, ka qenë, mund të thëmë, njeriu kyç i cili me të dërguarin apo me besnikun e vetë, të besuarin e Putinit, Kirill Dimitrev, kanë arritur që të kenë kontakte për projekti tillë apo plani i 28 pikëshit amerikan është jashtëzakonisht ka qenë shokues edhe për presidentin Ukrainas, por mendoj që edhe për opinionin e gjerë, sidomos atë evropian apo koalicionin e vendeve të vullnetit të mirë për Ukrainën, të cilët kanë qenë, mund të thënë, të befasuar me këtë plan. Por çka është ajo që e bën të veçantë planin e tillë të cilin e kanë afruar amerikanët? Ky plan flet për koncesionet territoriale, pastaj anën e sigurisë së Ukrainës, por mund të them edhe të ombrellës së sigurisë së Evropës. Pastaj kemi anën legislative që amnestohen krimet e luftës. Kjo ka të bëjë kryesisht edhe me vetë Putini, i cili ka një ngritje të akuzës nga Gjykata Ndërkombëtare Penale. Dhe kjo pikë nënkupton që ai mund të amnestohet. Dhe gjitha këto mendoj që janë një shenjë që nuk do ndjeken ata që kanë shkaktuar krime lufte. Pastaj kemi anën pikën e rindërtimit të Ukrainës. Kemi pikat të cilat kanë bojnë ekskluziv me atë konceptin e sigurisë evropiane që ka të bëjë me NATO-n, por edhe me vetë Rusinë. Do thotë kanë arritur deri dikon evropianët që të bëjnë një ndryshim, flitet nga mediumet dhe informacionet që vinë që pika 3 që ka të bëjë me Federatën Ruse, e cila nuk i lejohet të bëj dhe merr përsipër Rusia, sa mund të jetë e besueshme që nuk do të sulmojë asnjë vend tjetër, kryesisht kuptohet të vendeve baltike, por edhe të vendeve tjera në Evropën lindore. Mirë po, edhe zgjerimi i NATO-s në një farë mënyrë deklarohet që nuk do bëjë zgjerime tutje, sidomos që kanë të bëjnë me Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Të ndalim në një pikë interesante. Në vitin 2007, presidenti rus në konferencën e sigurisë vjetore në München ka bërë një atak kundër konceptit të zgjerimit të NATO-s në pjesën lindore. Dhe kjo ka qenë, do thotë, hapi, mund të them, sinjali i parë që rusët do jenë jashtëzakonisht, mund të them, të brengosur, por në një farë mënyrë do të futen në konflikt, sidomos në Ukrainë, po që se kemi një zgjerim ose ka plane. Kjo i ka parapri pasaj në vitin 2008, kur presidenti Bush në atë kohë kishte deklaruar që janë të fillojnë bisedimet edhe me Ukrainë edhe me Gjeorgjinë që të jenë në të arma anëtare të NATO-s. Dhe pikat, mund të them, kyçe kanë qenë këto dy momente që pastaj kemi ardhur deri te eskalimi dhe gjitha ato ngjarje që më herët në aspektin telegrafik i përmenda në shpejtësi. Por çka nën kupton ky plan? Ju lutem regjia ma japni hartën e parë dhe kjo do thotë tregon kjo hartas të bëj pak a shumë një demonstrim kështu përmes hartës. E kemi atë pikën më të dhimbshme, e cila ka të bëj me koncesionet territoriale që do t'i bëj. Është në dorën e ukrainasëve që nuk kanë zgjidhje me duke tjetër, dhe kjo shihet nga deklaratat edhe vetë presidentit Trump. Është pjesa, do thotë, që ka të bëj kryesisht me pjesën lindore që në Luhanski, Donetsku, Zaporozhja dhe Hersoni. Krimea me bazenin e Donbasit. Donbasi nënkupton dy regionet Luhansk dhe Donetsk, përfshin aspektin e terminologjisë që ka të bëj me Donbasit. Do thotë Luhanski dhe Donetski
nënkuptojnë Donbasin, i cili në këto pika kërkohet që edhe ku kanë met ndonjë pjesë, e cila mund të them 85-90% është marrë nga forcat ruse Donetski, parashihet që pas këtij plani që të bëhet tërheqja e trupave ukrainase dhe Donbasin në përgjithësi të kaloj në Federatën Ruse dhe të jetë, do thotë, edhe zyrtarisht së bashku me Krimen, të hynë si pjesë dhe territore të Federatës Ruse. Dhe kjo jashtëzakonisht ka qenë, mund të them, pika më e dhëshme për ukrainasit. Çka nënkupton pastaj Zaporozhja dhe Hersoni, janë pika që do thotë sipas tyre do jetë një linje e ngrirë e frontit, e një paqe të brisht, e cila nënkupton që këto pjesë nuk do të jenë legale, nuk do pranohen që do janë pjesë e Federatës Ruse, por në një farë mënyrë këtu kontrollohen nga Rusët. De facto, kjo nënkupton që është një lloj përparësie për Rusët, sepse kanë kontrollin në pjesën dikon 75% të Zaporozhjes dhe Hersonit. Hersoni ka rëndësi shumë të madhe për daljen e Krimi. Dhe këto Rusët edhe ndahet pjesa e Dnjeprit, i cili derdhet në detin e Zi, dhe kjo nënkupton që realisht Hersoni është jashtëzakonisht pika interesante, sepse depërtimi nga kjo pjesë bëhet për ndonjë invazion apo në të ardhmen për të hyrë në Krimi. Ukrainasit zakonisht kanë goditur çdo herë urën e Kerçit, që lidh Federatën pjesën ruse me Krimin. Dhe këto goditje kanë qenë, duke marrë parasysh që edhe në vitin 2022, ka qenë goditja e Neptunit, raketës ukrainase që ka godit anjen Moskva, një simbol, një fregate ruse, e cila do thot kanë fundosur këtë anjen dhe ka qenë një ndër sukseset e ukrainasve, apo forcat armatosura të Ukrainës. Po kjo vi do thot kemi pastaj me centralin energjisë atomike të Zaporozhit, i cili do sipas pikës të planit parashihet që do jetë 50-50 për shfrytëzim nga pala ruse dhe pala ukrainase. Mirë po monitorimin dhe menaxhimin e saj do të bëj agjensioni bërthamor i energjisë atomike me Selinë e Vjen. Dhe kjo por prap kontrolli do thot në këtë pjesë, sepse ky centrali i energjisë bërthamore është në pjesën ku kontrollohet nga forcat ruse. E tëra kjo tregon anën e asaj, sepse kemi një problematikë në pjesën e regionit të Harkivit, ku rusët kanë filluar dhe kanë marrur qytetin e Kupianskit. Limanski më poshtë kuptohet që është pika me të cilën lidh mes Donjeckut dhe Harkivit, dhe kjo pikë është rrezik që të jetet pastaj pjesë e ngrirë. Dhe ky qytet ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe, edhe pse në regionin e Harkivit. Besoj koncesionet dhe në pjesën e Sumit, ku ka qenë ajo ofenziva ukrainase në verën e kaluar, në brenda Federatës Ruse, ka disa xhepa ku forcat ruse kanë hyrë dhe ata tentojnë që ta bëjnë këtë kompromis, këtë ndër të madhe, në thojza të rusëve, dhe të kalojnë të hiqen nga ta xhepa ose pjesë e regionit të Sumit. Ju them, Ukraina ka 24 regione dhe 3 statuset të cilat e përbëjnë qytetin e Kijevit, pastaj Sevastopolin dhe Krimen, e cila ka statusin e Republikës Autonome brenda Ukrainës. Po flasin në aspektin konstitucionalist siç është në Kushtetutën e Ukrainës. Por a do jetë jashtëzakonisht e rrezikshme një kapitullim i tillë dhe kush do ta nënshkruajë këtë kapitullim? Do thot do jetë çështje që do ketë mund të them aspekte ligjore, sepse Kushtetuta ukrainase ndalon dhënien e territoreve apo shitjen e territoreve, nënshkrimin e kapitullimit është e dënueshme me aktet më të larta të Kushtetutës së Ukrainës. Dhe kjo do jetë problem edhe për Zelenskin. Po kush do ta merr këtë përsipër është problematike. Ukraina parashihet sipas këtij plani të ketë 600.000 trupa. Evropianët kanë futur një model që të kenë ndryshim të tillë kozmet, të kenë 800.000 trupa brenda forcave të tyre të armatosura. Ukraina nuk lejohet sipas këtij plani që të jetë vend që të posedoj armë bërthamore. Dhe tëra, kjo në aspektin e sigurisë paraqet mund të them pastaj kapacitetet dobirit të raketave me rrezet e vërprimit në distanca të gjata, nuk i lejohet Ukrainës. Dhe kjo tregon në shumë pika që Ukraina ka, mund të them, është në pozicion shumë të disfavorshëm.
Por ku është esenca tër kësaj që ka të bëj me këtë plan? Mendoj që Donald Trump, presidenti Amerikan, ka një qasje, mund të thëmë, që Rusin të largojnë nga alianca me Kinën. Kjo është një geopolitikë që ka të bëj me influencën dhe rendin e ri që po krijohet në botë, veç kem hyrë në këtë fazë. Dhe kjo do të ishte ajo pika që tenton që ajo doktrina Nixonit e vitit 71 me Henry Kissingerin, duajinin e diplomacisë amerikane, ku kanë kërkuar në atë kohë ndaj Bashkimit Sovjetik ta rikthejnë Kinën në takimin me Mao Tse-tungin që ta kthejnë në polin anti-rus, anti-sovjetik. Dhe e njëjta regji e tillë deri dikon parashihet edhe nga ana e presidentit amerikan. Por koncesionet e tilla janë jashtëzakonisht të rrezikshme dhe kanë, mund të themi, impakt edhe në pjesë tjera, në regione tjera. Sidomos mendoj që kjo është jashtëzakonisht duhet të përcillet me kujdes edhe nga shteti ynë, edhe nga ne shqiptarë në përgjithësi, sepse koncesionet e tilla janë të rrezikshme dhe precedentet që kanë të bëjnë me lëshime territoriale janë të rrezikshme, jo thyrë rregulla ndërkombëtare dhe realisht Ukraina, jo vetëm Ukraina, por edhe shtetet tjera në të ardhmen mund të ballafaqohen me kësaj skenazh. Për ne Kosovën është jashtëzakonisht pozitive në një masë ajo që Rusia merr territori që ligjërisht ka thyrë rregulla ndërkombëtare. Dhe mendoj që edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara apo në Këshillin e Sigurimit Rusia e ka problematik më të mbulë argumente se Kosova nuk mund të pranohet dhe kërkesën e saj në OKB. Do thotë është ona logjike dhe morale, por edhe faktike që Kosova ka një përparësi tillë. Do thotë ndarja këtyre territoreve realisht në argumentin rus bie. Sa i përket Kosovës në këtë rast. Mirë po, mund të them, geostrategjia ruse mund të ketë dikim në Ballkan, sidomos në proksin e saj që ka me Serbinë dhe me entitetin serb në Republika Srpska. E tëra kjo mendoj që ka arritur në një fazë kur kemi lëvizje jashtëzakonisht orpasore, sidomos deklarimet që ka bërë Trumpi që një delegacion njëkohësisht do dërgojnë në Moskë, Sven Witkov kuptohet, i cili ka pas 5 takime spaku me Putinin, me orë të tëra ka pasur takime me presidentin rus në të kaluarën, por kërkohet që ai të jetë dhe të kërkoj, mund të them, dialogim, kooperim për të arritur finalizimin. Trumpi në një mënyrë ka shpresa që kjo mund të arrihet, pastaj delegacionin i cili është me Daniel Diskolin, i cili do qëndrojë në Kijev. Të dy delegacione do thotë që përbëhen nga dy njerëzit më besnik të Trumpit, do arrijë dhe ka shpresë që në momentin, mund të them, tenton që takimin pastaj të realizojë spaku personalisht me Zelenskin, pastaj edhe me Putinin, apo sipas dëshirës e tij, është dëshirat e Trumpit, do të ishte pozitive për të që takimin ta bëjnë do të jetë treshja e liderëve Zelenski, Putin dhe Trump. Por a do ndodh kjo, do është, mund të them, një lloj pikpyetje. Rusët kanë një qëndrim, mund të them, skeptik, të kënaqur po, por kanë një lloj, sipas tyre, diplomacia tyre është jashtëzakonisht fleksibile. Kemi deklarime që edhe Putin në telefonatën me Erdoganin ka treguar që kjo është një bazë e mirë ky plan. Dhe nuk e marrin ata autorsinë, po kjo është komplet sipas tyre e palës amerikane, plani 28 pikësh. Por a do reduktohet nga pala evropiane, kemë që ka pa disa ndryshime kozmetike rreth planit, mund të sillet në 19-20 pika, të reduktohet nga 28, por esenca është që pson Ukraina, mund të jetë që të kemi edhe probleme për vetë zhvillimet që do jenë në arkitekturën e sigurisë evropiane, por edhe përgjithësi globale. Dhe mendoj që një përparësi e tillë e cila ju japet rusëve në këtë plan me të vërtetë është shokuese edhe për vetë evropianët. E tëra kjo mund të përmbledhet në 4 momente, apo mund të them në 4 trilogi, mund ta quaj kështu, ose 4 këndsh, i cili ka të bëj me atë që amerikanët janë fitues të aspektit ekonomik, të paras, rusët të territorit ukrainasit
mund të jenë të dëshpëruar dhe kanë premtimet të paralizuara edhe nga ana ndërkombëtarëve dhe evropianët do paguajnë fakturën. Kjo do thotë është 4 momente me të cilat ky plan mund të përshkruhet në formën më të shkurtër të tillë dhe mendoj që evropianët janë në pozitën më të pavolitshme sepse e tëra kjo ka treguar që angazhmani dikon përmbi 300 miliard investime janë bërë për të ndihmuar Ukrainën dhe tëra kjo tregon që në fund fatkeqësisht ky plan ja benefite të mëdha palës ruse. A mund të kemi dhe a mund të jetë i realizueshëm, implementueshëm ky plan mbetet të shifet. Planet e tilla kuptohet edhe me planin për gazën 20 pikshin, sot kem probleme të implementimit dhe nuk është gjëkundi afër që të realizohet. A do ndodh kjo edhe me Ukrainën? Do shihet shumë shpejt. Por mendoj që procesi dhe deklaratat që vijnë nga pala amerikane, por mendoj që edhe nga pjesa e vendeve të më të fuqishme të Unionit Evropian, siç janë Gjermania, Franca dhe Britania e Madhe, ka shenja që ata kërkojnë që të bëhen disa reduktime në këto pikat e planit, por në esencë është vështirë sepse evropianët kërkojnë që e para të arrihet bashkë me elitën ukrainase, të arrihet një arpushim, pastaj faza të bisedohet për planin e paqes. Mirë po, kjo është do thotë jashtëzakonisht e vështirë të arrihet sepse koordinimi i dy superfuqive në këtë rast apo dilli i tillë i amerikanëve dhe rusëve mund të ketë shumë gjasa të vogla që të kemë një ndryshim të vogël. Gjithë ata që kanë menduar sidomos në analizat në Shqipëri dhe Kosovë që mund të vim në një situatë ku mund të kemi edhe rreziqe për një luftë të tretë botërore, mendoj që kanë qenë gabim. Nuk dhe lufta e tretë botërore apo shtypja e butonit atomik nuk vije as për Ukrainën apo edhe për ndonjë shtet mund të them që ka një rëndësi jo të vogël, por më duket që nuk do kemi situata të tilla të cilat do vinë deri te skenare të tillë që bota do të shkonte në kataklizmën më të rëndë ose në rrezikun e shkatërrimit të planetës dhe besoj që kjo nuk do vije në shprehje. A do kemi rreziqe deri në vitin 2029-2030 për një konflikt apo sulm rus të një vendit antar të NATO-s apo të pjesës Republika Baltika apo të Moldavisë? Moldavia është pjesa më e rrezikshme ku rusët kanë transistinat jatë pjesën për brenda Moldavisë, një lloj republike separatiste ku kanë edhe trupat e kontingjentit e tyre tash quajtur paqësor, trupa paq ruse, dhe kjo ka qenë e rëndësishme që për rusët të kalohet dhe të merret pastaj edhe Odesa, sepse bëhet pastaj lidhja e drejt për drejt toksore me këtë pjesë të separatiste në Moldavi. A do kemi paqe të shpejtë? Do të jem realist, do ketë vështirësi që të arrihet kjo, por gjasat janë që mund të ketë. Po që se nuk ka një marrëveshje paqe në Ukrainë, situata do jetë e vështirë dhe parashihet që për vitin 2026 130.000 deri në 150 miliard ka nevojë Ukraina që ta bëjë anën, mund të them, atë aspektin institucioneve shtetërore dhe anën ushtarake në linjat e frontit. Është jashtëzakonisht e vështirë kjo dhe mund të rikthejë territorin, nuk është e pamundshme. Mund të jetë shumë e vështirë që të kthejë këto pjesë të Ukrainës lindore apo pjesë që janë sidomos me pjesën e bazenit të Donbasit. Por mund të jetë rreziku tjetër që rusët kërcënojnë që do marrim edhe regjione të tjera, që janë Harkivi dhe Odesa. Rusët kanë jashtëzakonisht janë të interesuar për të ndalur komplet sepse Ukraina sot ka vetëm një port, portin e Odesës, i cili është jetik për ekonominë dhe zhvillimin mund të them të ekonomisë së Ukrainës, nga se deti Azov është pjesa ku është marrur nga trupat ruse, ai qyteti Mariupoli që kanë qenë në luftime jashtëzakonisht të mëdha. Shqiptarët në Ukrainë, do të them vetëm 2-3 fjalë për fund të emisionit, jashtëzakonisht kanë qenë kontribues, lëvizjet e tyre janë, mund të them, qysh në fillimet apo në mesin e fillimit të ardhjes
dhe depërtimit të perandorisë osmane në këtë territor, sidomos nga Korça dhe po Gradeci, kemi lëvizje ku kanë kaluar një pjesë e shqiptarëve, disa familje në Rumani, Moldavi dhe pastaj ka depërtuar edhe në pjesën e Ukrainës, sidomos të janë 3 fshatra atje ka pjesa që lidhet me detin Azov dhe në Zaporozhje dhe Odesa. Numri parafërsisht i shqiptarëve në Ukrainë ka qenë diku afër 5.000 sipas regjistrimeve, mos gaboj të vitit 2004-2010 këtu dikun. Pastaj kemi një defilim, kuptohet, në Zaporozhje, në qytetin e Zaporozhje, që ka qenë me veshje kombëtare të paraqitjes së një eventi që ka internacional të kulturës, dhe mendoj që numri i shqiptarëve në Ukrainë sillet dikun ato rreth 5.000, e ardhmja e tyre në këto pjesë ku kanë jetuar dhe që është sot në okupimin, sidomos si thash ato pjesëve të fshatrave rreth detit Azov, nuk dihet se në çfarë gjendje janë. Por kontribues kanë qenë, mund të them, jashtëzakonisht në mbrojtjen e asaj që njihet që si independenca e Ukrainës. Dhe do thotë e tëra kjo tregon dhe flet shumë që Ukraina është e rëndësishme edhe për ne, edhe për Evropën. Dhe kuptohet që ndeshja e tillë e interesave dhe gjeopolitikës që bëhet sidomos për detin e Zi ka rëndësi jashtëzakonisht e madhe. Pika më e rëndësishme është, mund të them, Krimea gjeostrategjikisht që legalizohet me këtë plan si pjesë e Federatës Ruse. Dhe kjo është e dhimbshme sepse në aspektin gjeostrategjik është jashtëzakonisht e rëndësishme. Mund të them, bile shiquar drejt në Krime kanë më tepër trashëgimtar të perandorisë osmane Republika e Turqisë, e cila mund të them që kaganati i Krimes apo i tatarëve të Krimes ka qenë qysh në vitin 1441 dhe ka zgjatur deri në vitin 1781. Dhe thotë me arritjen, dhe thotë kjo është faza kur pastaj kemi pushtimin e Katarinës së Madhe që u ka bë Krimes rust. Depërtimin e tyre kanë bërë në Azinë Qendrore, në pjesën e Kaukazit dhe në pjesën nga Kaspiku deri në detin e Zi. Dhe këto kanë qenë sulmet në të cilat perandoria ruse ka kryer këto pushtimet e territoreve dhe zgjerimin e territoreve në pjesë që kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme, qoftë nga burimet, nga thamë edhe më herët, gjeopolitika nuk kupton gjithë pasurinë toksore dhe nëntoksore, me lumenjt, natyrët, malet dhe gjithë kompleksin pasuritë dhe mineralet. Për ata është e rëndësishme tema e tillë me të cilën kemi filluar këtë cikel të analizës, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për interesat tona. Do thotë kaganati i Krimes ka qenë në kohë e perandorisë osmane që kanë qenë dikun një kaganat 300 vjeçar. Mbi 300 vjet. Dhe pastaj ka ardhur thotë deri te deportimi i pjesëve i popullatës tatare, i cila kryesisht është deportuar në Kaukaz në kohën e Stalinit, marrës pushtetin nga sovjetikët, pas revolucionit të torit, pastaj kemi edhe pas luftës së dytë botërore apo deportimi jashtëzakonisht të madh. Mendoj që bili është shembull tipik Rustem Usmajev, i cili është sekretar i sigurisë kombëtare dhe ka qenë ministri i mbrojtjes, është tatar, i lindur në vitin 1981, rrien nga një familje që ka përjetuar këtë deportim dhe këtë terror. Dhe ka qenë, thuhet, bile momente japën që gjatë bisedimeve të dielës që kaloi në Zhenevë me delegacionin ukrainas dhe atë amerikan, ka qenë situatë pak e tensionuar sepse ajo di çka do thotë ka përjetuar vetë familjarisht çka do thotë çizma ruse. Dhe thuhet që në një farë momenti ndoshta edhe ka grisur ka thyer Stilolapsin dhe kjo tregon që realisht Krimea është pika e cila mund të them ka qenë edhe aleanca pastaj e vitet para Kongresit të Berlinit mes anglezëve, francezëve dhe otomanëve për të mundur forcat ruse, por do thotë ka qenë do thotë situatë me të cilën Krimea paraqet ombrellën e sigurisë dhe mendoj atë triadën që nga poli, nga pjesa veriore e detit nordik dhe pjesën e Bielorusisë dhe ardhin në detin e Zi është pika strategjike e cila realisht rrezikon sigurinë evropiane. Dhe në këtë drejtim mendoj që edhe NATO, edhe Unioni Evropian kanë pasur një qasje që asesi mos të njihet Krimea si pjesë e territorit të Federatës Ruse. Dhe kjo
fatkeqësisht po legalizohet dhe mendoj që pikat e këtij plani mund ta kenë vetëm një të mirë. Dhe ajo e mirë e saj është që nuk psoj njerëzit. Do thotë me mbarimin e luftës ndalen vrasjet dhe tragjeditë me të cilat përjeton jo vetëm Ukraina, se po çdo popull ku ka lutur në botë, paqja është e mirë vetëm për arsyen që pështohen dhe mund të them humbjet e jetës e njerëzve kursehen dhe është e rëndësishme një jetë e njeriut është jashtëzakonisht e rëndësishme për kudo qoftë. Pikat tjera ose planit e përgjithësi mendoj që është shumë i disfavorshëm, por e tillë është bota që nuk kemi drejtësi, por kemi, mund të them, situata kur çdo gjë arrihet ose miratohet i plan kur japet përparësi dhe plotësohen apetitet atyre që janë më të fortë. Mendoj që në këtë drejtim ka rëndësi që ky plan mundësisht të ketë korrigjime, por mendoj që është shumë është manovrim i vështirë, sidomos nga pala e pjesës evropiane. Realisht Evropa në qasjen nuk ka pas në kontaktet për pilimin e një marrëveshje paqësore se një plani ka qenë periferike. Mendoj që Amerikanët janë të interesuar që me Evropën të kenë një deal të atill që edhe rritja e GDP-s për vendet anëtare të NATO-s ka të bëjë kryesisht me industrinë e armatimit amerikan, sidomos Lockheed Martin dhe Boeingut, apo edhe fuqive tjera, mos ta përmeni BlackRock-un, i cili mund të ketë, mund të them, përfitime jashtëzakonisht ose dikton disa procese dhe e tëra kjo do thotë nga ana amerikanëve do jetë përfitim i dyfisht, nga se tentojnë ta marrin primatin në arenën ndërkombëtare dhe realisht sot për sot ende janë fuqia ushtarake, diplomatike, edhe pse kanë rivalitet dhe ajo që i pret stuhia e ardhshme do jenë dy gjigant të cilët mund të ballafaqohen në paqësor, në Indo-paqësor, apo mund të them në detin New York kinez me rreth çështjes së Tajvanit. Do ta kemi pikë të veçantë Tajvanin dhe lëvizjet dhe interesat amerikane në paqësor dhe në lindje të largët. Do jetë temë e veçantë e fokusuar, por sot tentuam të japim një tabloid të një procesi për shkak edhe të minutazhit kërkova që historikisht të përmend disa pika që nga formimi i qytetit të Kijevit deri në ditë të sotshme. Është një histori jashtëzakonisht e gjatë, unë kam përshkruar edhe në librat, në 3 libra të mi për Ukrainën, por mendoj që ka qenë dhe besoj do jetë e rëndësishme edhe për teleshikuesit që temat të tilla të trajtohen dhe të analizohen nga ata që e njohin këto rrethana dhe këtë histori. Dhe mendoj që është jashtëzakonisht interesante sepse të gjitha këto ngjarje kanë të bëjnë edhe me ne. Mos harrojmë vija ajrore nga këtu kufini me Ukrainën është 1000 kilometër. Por edhe gjitha proceset tjera që kanë edhe qoftë edhe në lindje të afërt kanë impakt, sepse dobësimi apo forcimi i partnerëve tanë apo aleatëve tanë është atë jetike edhe për ekzistencën tonë. Mendoj që në këtë drejtim mundësisht është mirë të jemi sa më realist, të paraqesim ngjarjet ashtu siç janë. Unë nuk i në aspektin e konspiracionit, ajo fush tjetër e njerëzve, nga se njerëzit kur flasin për gjanat e fshehta apo gjanat që kanë të bëjnë me konspiracionin, mund të jenë ndonjëherë që flasin që lufta e kemi edhe brenda 3 javësh, kanë dështuar para 2-3 vite me deklarime të tilla. Por besoj dhe lutemi që bota të ketë paqë, sado e brisht të jetë ajo, sepse në këtë botë ka interesa, nuk ka dashamirësi, nuk ka dashuri, romancë, por ka interesa dhe lufta si definicion është konflikt që lidhet për interesa ekskluziv ekonomike, territoriale dhe të burimeve. Dhe kjo mendoj që do na përcjell edhe në muajt, në vitet në vijim. Ne lutemi që të kemi paqë. Nga këtu të nderuar shikues të televizionit DTV, për sot çdo të mërkure do kemi emisionin Gjeopolitike me Lutfi Bilalin.
Ju dëshiroj një ditë të mbarë dhe miru takoshme.